Kemi shkuvendi ka standarde dhe duhet të tregoj nivelin më të lartë të përgjegjësisë së shoqërisë. Të gjithë deputetët janë persona të zgjedhur dhe duhet të jenë ajka e shoqërisë në aspektin moral, si të pastërtisë politike, si të antikorrupsionit e kështu me radhë. Rasti i deklaratës në fjalë tregon një papjekuri politike individuale, kisha me thonë. Ne të gjithë e dim që ka pasur grindje politike aty të asaj familje me individ të Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë po, kjo ka qenë një grindje politike në nivel lokal dhe nuk ishte dashur si e tillë të shfaqet në nivel nacional, aq më shumë në një rast kaq të ndjeshëm politik. Pavarësisht përkatësisë politike apo të grupit politik partisë të cilës ka qenë presidenti Hashim Thaçi në atë kohë dhe në kohën kur është dërguar në Hag, ai ka qenë president i të gjithëve, ka qenë i votuar dhe ka përfaqësuar Republikën e Kosovës. Prandaj është domosdoshme që të ketë një distancim i subjekteve politike që përfaqësojnë sot Albin Kurti tha kur u pyet për këtë çështje, sepse natyrisht një deklaratë e tillë bën shumë bujë, tha e shprehi opinionin e tij, tha se krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës për Albin Kurtin dhe vendosen janë pafajshëm, mirë po e tha një gjë, as mund të disiplinojë deputetët e partive të tjera. Shumë e vërtet, po për këtë arsye në raste të tilla si që tha dhe profesori, do të ka përgjegjësi politike, si bashkëpjesëmarrës në koalicion, apo si udhëheqës i koalicionit, prandaj kërkohet edhe një distancim nga ajo gjuhë e përdorur dhe nga deputeti në fjalë. Prandaj është e vërtetë që nuk mund të disiplinoj, se nuk është në shkolla apo në kopsht. Mirë po si do që tjetë, për këtë arsye, në rastet të tilla është standard etik, moral që të bëhet distancim politik nga individi apo nga partia në fjalë. Dhe shkurtimisht një çështje po nismë ju, profesor, tek që kjo shkurtimisht do e trajtojmë çështja e këtij reagimi. Pse ndodh një reagim i tillë tani, pra, dhe krahasimi që u bë, sepse ishte një krahasim të jeti pa vend, pra, sepse u krahasua me një rast tjetër që ndodhi në Kosovë, pra, ishte një rast i një krimi ordiner, makabër, gjithsesi, ordiner për makabër, dhe krahasimi u lidh me atë. Unë nuk më me ditë se për çfarë arsye është bën një krahasim i tillë. Ai më vonë kishte deklaruar në sajt asaj çka lexova në mediat publike këtu në Kosovë. Kishte deklaruar se edhe nëse shohet nuk ka me pas atë autoritetin cilën e ka, mirë po unë prapë po them.